Ato ditë të fund shtatorit 1946, në Nika e Mërtur, kishte pllakosur zia në familjen e Çunqi Hajas, pasi që vrari zoti i shtëpisë, komunistët kishin pushkatuar pa gjyq edhe njërin prej djemve të tij të rritur, Ukën. Djali i madh Gjeloshi, i pranishëm në momentin e pushkatimit të vëllait, i tronditur dhe i rebeluar, ishte mbajtur në arrest prej komunistëve. Në kullën e tyre trekatëshe, e jëma Dalina, me vajza dhe djalin e vogël Markun, të zhytur në dëshpërim, do të nisnin një kalvar të ri vuajtjesh. Kush do t'i mbështeste, nuk kishin më askënd që ta kishin krah, e për më tepër, dyshimet dhe akuzat e komunistëve do të vijonin të shkaktonin plag të reja në këtë familje. Prenda aso kohe 9 vjeçare kujton se pas vrasjes së Ukës, e jëma ishte zhytur në dëshpërim. Ishte bërë e ligë prej së keqes që i kishte rënë për pjesë dhe nuk e dinte se as në atë lëngim e dhimbje nuk do ta linin të qetë. Menjëherë pas pushkatimit të Ukës, kulla e tyre ishte rrethuar nga partizanët, të cilët kërkonin të gjenin fakte se ata kishin mbështetur e ndihmuar të arratisurit antikomunist. Prenda e kujton mirë atmosferën e asaj dite të tmerrshme në familjen e tyre. Pasi komunistët kishin ardhur në kullën e tyre, kishin nisur të pyesnin familjarë kushërinj se si i kishin mbështetur të arratisurit. Thonë ati kushërinjit të më tha, a pave ka shokte, u shove bukë. Ra në ushtri më rënë në borë, në rëthohen. Thotë, që ka thonë më rëtha? Kushe ka shita të fjallë? U trimnua dha i tha, se për qëjtë e kushërinjit. Po, mirë, mos i ko shaku i falë, tha. Kanë himran dhe tja kanë dhënë shpis, të dira i kanë thoni, ofton armatimin e kësokollit e i marrë këtu në gjithë. E i kanë bënë shpis plumën, të mas derës, as si fishek, pasha i zotë si ka falë e muë, i ka falë dënjen, as si fishek së gjithë. Prenda thot se edhe pse kontrolluan gjithkund, brenda dhe jashtë shtëpisë, nuk gjetën asnjë gjurmë për t'i mbështetur akuzat e tyre. E megjithatë, siç ajo tregon, ky fakt nuk i kishte ndaluar komunistët për të nisur bastisjen e shtëpisë së tyre. Nanën teme e kanë marrë shuashtin shpit kushërinjit tonë, foshen e zëz, ti, mirë, vëllë, thotë, erdhë kryetari i këshillit. Qa vëmërë? Qa o ke punë? I ka kapë, se i njëfshin, i ka kapët ata 2 mlajt. Ka thonë, për këtë pa ditën e ka mojtë zëfë Markun e markë të në gjithë një kësë kullin, ahet gësitin, ne. Kush, tha mërë, kush mërë së është e vërtet, kur së është e vërtet. Prenda thot se pas këtij momenti e kishin bastisur shtëpinë e tyre trekatëshe, duke marrë gjithë çfarë kishin gjetur brenda. Po ashtu, kishin marrë edhe gjithë gjën e gjallë që kishin dhe i kishin mbushur ambientet e brendshme me barë të thatë për t'i vënë më pas zjarrin shtëpisë. E kanë marrë 26 dhanjan kanë, e 7 kingja. 50 po një, vesh ish skopi me trokash. 51 i në dhej e 9 i kanë marrë. Kur i kanë hapë dyrët, kajtë para zotit, e i kanë shni, kanë marrë katunin e i kanë shni para. 2 lëpë me 2 visha në barkë, e i kanë njësë. Thejnë me zëj, me zëj. Që se të në prejnë lekë bibaj, e nërin Shkodër. Janë prejgjë më jeve shvisën, të në qajë përë, si është e vërtet. Si është e vërtet, si kur sa harroj. 9 pula janë djegë, më rëndë ka ushtuat të në katondi prej brims pulave. E kur arzoa këti i shpis 3 këtësh, kanë kujtu si e kërja mërturit ashtu, thëmsh. Në kulmin e dhimbjes, me djalin e pushkatuar pa gjyq, me peshën e akuzave të rreme, dhunën që do të përjetonin në ato ditë zije, bastisjen e shtëpisë dhe djegjen e saj, me djalin tjetër
që e mbanin të burgosur, me gjithë këtë peshë të rëndë e të padurueshme. Brenda thot se nëna e saj, me fëmijët e mbetur në shtëpi, mbetën në rrugë të madhe. Nuk kishte për ta as ngushëllim, as shpresë. Ditë të vështira i prisnin në vijim. Brenda thot se me të njëjtën peshë dhimbje, e mbase edhe faji, po vuante edhe vëllai Gjeloshi, që prej momentit kur ja kishin pushkatuar vëlla në sy, edhe pse me akuza të rreme të pavërtetuara, pavarësisht dhimbjes dhe tronditjes që kishte përjetuar, Gjeloshi do të merrej i arrestuar e do ta nisnin në këmbë drejt Shkodrës, ku do ta burgosnin. Brenda kujton se kohë më pas Gjeloshi i kishte thënë se në atë rrugëtim të vështirë drejt burgut, ai do të kuptonte se ç'kishte ndodhur edhe me familjen e tij, pasi rrugës do të shihte gjën e gjallë që ju kishin grabitur e më pas do të mësonte se ju a kishin djegur edhe shtëpinë. Gjeloshin e kanë marrë, e ka po agjon Gjeloshi. Tëna, si e kanë qitë prej burgut natën, ka e cënë gjoja jonë, ka markush bleshin, i shitshin, tha. Thash, nuk është e drejt kjo. Tha i ko thonë një ushtari, tha Gjelosh, tha, tash më një s'kesha ne thue, ishin vëllët vetë, një katet mërturit, vargë për kanofsh, aty e Shkodër. I kanë qitë, i kanë qumë këtë të shëngjeshit. Nuk e harroj, tha po dek, e me hinë dhejtë. Thënë ke vëllau jam. Kur i ndëllë, tha ka presin gjanë, ushtarët. E i njëfsha, tha gjanë teme. Tha ko thonë shëzët në të koftë, zëtë kërkut të na jonë të pa drejta. Më kanë thirë, tha në gjysh. Ne kanë njëse shu Shkodër, ka ndaj 9 muaj në burg Shkodër. E shu në burg e shqitë në Shkodër, bon ke gjithë një, i thënë shilfëllë në rade. Jam i pa fejshmi më tënë, mu ka ban pa drejtësi, tha ushtu ke thënë Shkodër. Kur duel në më tjetër tonë, qunë këllë hila, gjunë këllë qehaja, kuj ka djeltë, marë në marë pensionin fëmisë. Ka me të kërko thas poshna, me ne shu fjallë, a shu nana e me veç këtë. Me zhi burë të më tërsime, kanë në rënë Shkodër, ja kanë qitë, thotë, nana erdhe kur pëti nanë thavonë më remra pa, dhe tha Gjelosh që mujta. A e ke marrë vesh që ne kanë ba. Po, i kom marrë vesh të punë. Mos o mërzit fare, rje fort, se je gruja që në kullës. Anë i mirë. Ka thonë hajtë të shë me lekte. E ka marrë raj kunati jam, burri më tërseme, e ka shu i ka marrë 4 muajve lekte. Nane jeme, i ka ble Gjeloshit tesha nate, kanë shtimë rëndë 9 muaj në burgaj. Në kryet 9 muajet ka marrë laj pa falsinë. Arë të shpia. Thënë shenë, ishki marrë pa falsinë aje. E honi mëra mos o mërzit një se del një drejtësit. Brenda thot se trupin e vëllait të pushkatuar pa gjyq e kishin marrë pas disa kohësh. Akuzat nuk ishin vërtetuar dhe ishin shpallur të pafajshëm të 2 vëllezërit. Krejt pafaj, Uka ishte pushkatuar pa ju bërë gjyqi, e po ashtu, pafaj, Gjeloshi ishte mbajtur në burg për 9 muaj me radhë. Dalina kishte britur për pafajsi që natën kur ja morën djalin në shtëpi, ju kishte thënë komunistëve që nuk kishte lidhje me të arratisurit, asnjë në shtëpinë e saj. Brenda thot se që atë natë e joma Dalina kishte marrë sigurin se të arratisurit nuk kishin gisht. Atë natë të shënmëhillit, 2 prej tyre kishin ardhur dhe i kishin dhënë garanci Dalinës se nuk kishin gisht në ato fatkeqësi që po ju ndodhnin. Nikë së kolja të rejtha. Tha ti ne ke po na thas as të kena hi mërand, as të tha Dalinë tha forco se si kemë bërsh. Nuk kemë bërsh se si na konë të ti. Po e di mërë, Nikë, e di. Mirë bëllë, janë dalë e shkue. Brenda thot se gjithë ngjarjet që pasuan vërtetuan pafajësinë e tyre, por me ç'kosto, tragjedia ishte e rëndë për t'i bërë ballë. Sipas Brendës,
ajo pesha atyre ditëve të vështira do të lehtësohej pak pasi Gjeloshi do të lirohej nga burgu, gjërat dukej se po shkonin në vend. E para gjë që do të bënin, përfaqësuesit shtetëror në fshat do të shkonin dhe do të merremetonin shtëpinë që ju kishin ndjekur, por ende pa i lënë pas plagët e së shkuarës, sapo Gjeloshi kthehet në shtëpi, siç dëshmon prenda, të vëllan e kishin kërkuar ushtar, edhe pse ai e kishte kryer ushtrinë. Gjeloshi u lëshuar të shtëpia, dole atër hajde mërë, dole fëpune e ti atër. E thot, ti ke marrë me bon ushtrinë. Thot, o ka ban, thot, ati ju kënë djekë dokumentat më rëmë. Thot, po që se dhe ti si ka ban ushtrinë me ty. Thot, jo, o së mund hi atje, se i një dalë shumë kesh. Ka shku ushtar, ka naj 5 muaj. Ka lyp leje, ishim i fejuëm. Thot, me bëne i letër, e për ja ushujmë, e vjene me rëgruan. Me bëne i letër, ne ja shoj nana vetë shkodrë, me gjë kuna tem. Mas nuk ja pranduan, shkone e hipën në mërojtë, si mërojtë ja kone por atër e në vërhojës. Si e i po fejshim, e i djallë dishmori, e lanë 2 muaj, mas 2 muaj shbani pit e dole, se si dhanë leje. Po që zëtën me malon të në botën, nuk në rrim në Shqipni ma. U aratis, dole në Kosovë, prej në Kosovë shkoj në Amerikë. Prenda thot se i vllai zgjodhi atë rrugë si të vetmin shpëtim për t'i ikur ferrit komunist dhe kurtheve ku regjimi e kishte futur. Nuk mund të duronte më as ato çka i kishin ndodhur, as ato që mund t'i ndodhnin në vijim. Por arratisja e tij nuk do të lehtësonte askënd veç atij. Familja në fshat jetonin në kushte të vështira e mbas arratisjes së tij, ata i priste një furtunë e re. Ne morën në shuën atër një në tërnim, aty në shuën të pelen, motrën, vëllon, mua, nanën. Prenda thot se i vëllai ishte arratisur nga ushtria plot 2 muaj pasi e kishin marrë me dhunë ushtar. Në shtëpi, askush nuk dinte asgjë. Dalina me fëmijët jetonin me vështirësive në fshat. Prenda kujton se këtë ngjarje do ta merrnin vesh një ditë ndërsa Marku, vëllai i vogël, do të shkonte në Tropoj për të marrë pensionin e fëmijëve të mitur, dhe ndërsa kthehej, e kishte ndaluar policia. Shkoj djallë vëllau jam, Marku. E morë pensionin, atër u këthëm me Tropoj, e morë në Tropoj e ardhë. I ka pasë në gjep kur ne kanë vëlluë policia. Sa atër ne kanë rëthu ndalë, e kanë ndalë vëllau në demë. I ri, nërë shëndodhë. Po të ashtë të nona shëndodhë. Dëra thanë, me gjekretar të këshillit. Dalin dëra tha se Gjeloshi ka ikë. Në rekull, kemë morë primën e piskamën e ne kanë morë, ne kanë shua në Tepelen. 9 muaj, jam morë në vëllau tem, kur ke shtim me ne shtim Tropoj në bërgët, që e di se që dash. Shënë shku policia ja kanë shti duart në gjepa, ja kanë morë lekt. I letrën e ftesën e pensionit. Thot, jo mërë se këtë ma ka dhënë shteti, u shindroj djali, jo. Shpejt e kanë shtimë vëllanë, themë, shajti në kollë. Se s'del shpirti, thënë kënona e me. Mirë bollë. Prenda kujton se pas asaj ngjarje i kishin marrë të gjithë pjesëtarët e familjes së tyre, Markun që e kishin ndaluar më parë, nënën Dalinën, prendën dhe motrën e tyre të vogël, dhe do t'i çonin atë natë në burg në Tropoj. Ata nuk dinin asgjë tjetër veç faktit se ky ndalim ishte bërë për shkak të vëllait të arratisur. Nuk e dinin se do t'i internonin, nuk e dinin as se ku do t'i çonin dhe çfarë do të ndodhte në vijim. Zashë zëtën s'ka më vështirë, ka të o këtë fëmijë si kanë bëjë nëne jam ja. E ka bëjë livë nëne jam, e ka është një polici. Ja ka në gjitë vëllohë se ka ja the kryet për zëtë.
Ka thoni burë, tha, je marë thasin, mos bëni qashtu. Tha, janë kriminalet e Lekbibet. Prenda kujton se pas asaj nate, ata do të kalonin plot 3 ditë në birucat e burgut të Tropojës dhe vetëm pas 3 ditësh do t'i nisnin për në internim. Nadje ne kanë nis, kam, aty prend Tropoj e më rënë Shkodër kam. Se si shënë makina së e aty në Tepelen kam. Shë 6 ditë kina ba, prej në Shkodër me shku atje. 6 ditë kam e policia me ne. Ata hëngshën e pishim, ne mënshën ka që keq bukë, thotë. Shkuam me dekë. Pas 6 ditësh rrugë, me vështirësi që, siç thot Prenda, nuk tregohen, të uritur dhe të raskapitur, karvani të internuarve kishte mbërritur në Tepelen. Poshtë këmbëve të kalasët e Pelenës, në ish kazermat ushtarake të ushtrisë italiane, prej kohësh e kthyer në kamp internimi, rrethuar me tela me gjemba, familja e Çunqi Hajas do të gjente shumë bashkëvuajtës të tjerë si ata. Familjet më në zë të parisë së vendit, për arsye të ngjashme me të tyret, ishin izoluar aty. Shumë prej tyre kishin të arratisur jashtë sikurse familja e tyre. Ndryshimi vetëm për ta ishte se regjimi të atin Çunqi Hajan e kishte shpallur dëshmor dhe fëmijët e tij të mitur i kishte mbyllur në atë kamp për t'i bërë presion gjeloshit të arratisur. Kur shkuam, morën letrat e në shuën të në të geri, vesh a i vorri i kofë bekua për këtë jetë. Tha, me orë, tha me, se u dërshke me shko me i kalzuhe. Qa kjo punë, të ja galdojnone e me, tingë, tha. Gëgjë mërë, ti grua dishmori, e fëmija djelti dishmorit, s'ka së ba qashtu. Mërë e vërtet. Mirë, vëllë kanë marrë nënën teme atërna, të nën të gjerin e vëllën teme, kanë folë, që kanë bëhe. Thash, atë ka kush të bje mas, që jashtë zëtën, s'ka kush më bje mas, tha mi këtë tuk. I e galëzaj, qështu ja morën lektën gjep, në Tropoj, e tishën e pensionit libresën, thot, pse ke lëshuj, ki pa thonë Markut. Apo kush më veti, tha se ma kanë dhezë shpja, kom 2 hanë. As fakti që ishin familje dëshmori, as argumenti se nuk kishin as kënd që t'i mbështeste dhe t'u çonte vesh mbathje dhe ushqime, dhe as historie e tyre plot pa drejtësi nuk do t'i binte drejtuesit e kampit për t'i lënë të lirë. Gjithsesi, siç tregon Prenda, familja e saj do të gjente të vetmen rrugë shpëtimi dhe mbijetese mundësinë për të punuar, e cila, për fat të mirë, ju dha Dalinës, nënës së Prendës. Me punën e saj në për familjet e disa grave të Pelenase, ajo do të fitonte pak para për të dërguar fëmijëve në kamp, pak ushqim dhe për t'i mbajtur gjallë. Arshin atë gratë e Tepelenës, lypshin, me në dhonë apo boni punëtore, të njën të geri. Thot, nuk prandohet kjo. Vesh, a mund ma merë një qëta? E thërën nanën teme, a mund ma merë një qëta, që të grue me punue, me i fmi. Po shë zotën po më vëndë, shë zotën sin kanë mosojnike se gratë e Tepelenës s'ka bjedjeli. Fiks. Thot, ja ka bon letrën në nënësa e me shqekesh, hajde në najdje e me rëti. Ardhën nesërët e ne ako marrë, bashkë në rarë, si tha. I thot të në gjmitëri, ka shko Dalinu? Thot, qështu, po Dalinu, e të del të rruga shtesh me punu me hangër. Në atë kamp, ku çdo ditë vdisnin fëmijë dhe pleq prej sëmundjeve dhe uris, të shpëtoje i gjallë ishte fati madh. A do të mund t'i shpëtonte Dalina 3 fëmijët e saj të mitur dhe a do të mund të ktheheshin ata të gjallë në fshat në kullën e tyre të djegur prej komunistëve?